cilat janë disa prej karakteristikave që Mirlinda i dën të partneri vet? I gjatë, me mjekër, pak mjekër. Unë 1.80 moshkull e do të manaj. I gjatë, pak të mbilesone. Po basi. Du të me ka një person që din edhe çka dën për jetës, e din edhe çka dën për partnerit, edhe një person që edhe mirë kupton, edhe që mbeson, që nuk paragjykon ose që nuk shfar xhelozi, ndoshta për faktin që një konsiderona, themi një femër seksi e bukur, me karrierë, ndoshta mos më pengu qasja që unë kam edhe me kolegë, me shok, me shoqni, këto gjana. Ftyrë publike atë në vend? Ftyrë publike s'kisha pas qef heq do me thonë ftyrë publike. Jo për këtë arsye, po nuk e di pse asnjëherë nuk e kam pas në qëllim me pas raporte lidhje diçka me ftyra publike. Nuk më ka pëlqyer thjesht. A të shkruajnë ftyrat publike ose atë ka ndodhur me të shkruar ndaj kontor ose dikush? Po sa që më ka ro shumë, po, ndoshta, ndaj kush aty të. A do me zbulu na jam na? Jo, tamam. Do mi mojt raportet mirë me krejt. Raportet friendly me krejt. Po qëndroj edhe pak të partneri yt me postë apo jo? S'është e domosdoshme. Për shembull, ai kishte një partner që e ka një goll dësh edhe punon mba ushtell. Ai më pas pak pyetje. Çfarë? Unë e po të mësoj gjithmonë që përderisa unë si Mirlind e kam mundësinë me zgjedh, unë normal që kam me zgjedh një person që i ka kushtet e mira ekonomike. Po pse e mund të përgjigjem? A je ndjerë ndonjëherë të tradhtuar në jetë? Po. Edhe është një ndjenjë që s'kisha dashur më përsërit më kurrë. Edhe është një ndjenjë që të bën me përjetu edhe shumë dyshime brenda vetës. Edhe bën ndoshta mundi që edhe mos me dash vetën. Mirë po... E tradhtune prej shoqënisë apo nga partneri në këtë rast? Të dy palët. Të dy palët. Kështu që është gjithmonë më rëndësi m'ja rikujtu vetës, vlerat e tua, edhe me ditë që një veprim i një personi, sa do i ketë që është ndaj teje, asnjëherë nuk ka të bëjë me ty. Asnjëherë. Do me thonë ka të bëjë me atë personin që po sjellet e tillë, sepse shumë persona nuk janë të krijuar si personalitete, kanë shumë ndjenja inferiore ndoshta ndaj njerëzve në përgjithësi, edhe janë të pazhvilluar ndoshta emocionalisht, edhe mendojnë që nëse arrin me bë dikon tjetër keq, kanë mundi ma mirë me egon e tyne. Po kjo është shumë gabim, kështu që do të gjithmonë m'ja rikujtu vetes që çfarë do lloj ndjesie që ti ke me përjetu edhe me pas për një personi, partneri, shoqënia apo çfarë do të qoftë, nuk ka të bëjë kurrë me ty. Është totalisht në dorën e atij personi edhe pasqyrë e atij personi, jo e jotja. Se ti mundesh me kon personi më i mirë në botë, më korrekt, me të gjitha aspektet, edhe mu trajtu në mënyrën më të keqe të mundshme për dikujt tjetër. Kështu që thjesht rikujtoja vetes që është pasqyrë e çatij personit që po mundohet ose po ta bën çat trajtim, jo e pasqyrë. Pra ti mendon që tradhtia nuk ka një shans të dytë në këtë rast? Jo, asnjë. Jo. As shoqni, as në raporte lidhje. Me partnerin, në lidhje. A beson në Zot? Unë besoj shumë Zot, po. Në Zot besoj shumë, edhe... A e praktikon foljen, namazin? Jo, nuk besoj në fe. Në fe nuk besoj as pak. Mendoj që, se e di që ku më gjyku për që të shumë, po mendoj që fejt janë politikat e asaj kohe, që me pas, ja u kanë mundësu njerëz me pas një relacion më të afërt, më të mirë me Zotin, po unë mendoj që unë edhe Zoti jena drejt për së drejtis. Kam nevojën e për fe, për me pas raportin shumë të mirë edhe shumë shëndosh me Zotin. Kështu që me fe nuk besoj as pak, thjesht në Zotin direkt. E kam besimin shumë, jo ndoshta, po pas një pikëdushimi shumë të madh. Edhe fuqinë mi t'i kalu shumë sene, e kam shumë shpesh për Zotit. Po t'jepej mundësia që të kandidoj për presidentin e vendit, a do ta pranoj këtë post? Unë e vesh me politikë jam hecmena. Do të thonë është një profesion që nuk kam njohuri,
Edhe kur më pyet dikush me cilën parti je ose cilën parti e përkron, e them, s'kam hiç njohuri për politikë. Nuk më jena fot me çështjet politikës, përderisa s'kam njohuri ndoshta shumëta për një parti ose për shumicën e partive të caktuara që me ditë cilën më mbështet, atëherë mas miri pori se anash, nuk po mena fort. Kështu që përderisa s'kam njohuri për politikë, as nuk isha tentuar ndonjëherë edhe me pas fuqinë me qenë në atë pozicion, nuk i kisha marrë veten as popullin qoftë. Me qenë në një pozitë që unë s'kam njohuri të mjaftueshme. E që të duhet me pas shumë njerëz që mendojnë që mund mi bo krejt profesionet, krejt senet, të në Kosovë shqiptaris dhe me thonë nuk di ose s'moj, edhe jam synë, edhe presidente mi thonë ish nisë, kështu që më mirë ka më nalë me mendu me ditë sa ki kapacitet se nuk mundesh me ditë krejt senet, kërkur si din. Një natë në shtrat me Lidri Vullin apo Kapital Tin? Pyetje mas njoren. Unë tash me këtyra publika se kum po kur vetëm, kështu që përderisa se s'moj me po atë tash në intervistë. Kur është tjera fundi që ke bërë seks? Që është ajo pi. Edhe u kry intervista, faleminderit. Po ko një kohë gjatë, a? Apo jo? Kry intervista është pat, e pat mua. Cila është pozita jote e preferuar në seks? Pi, shkojmë përsëri, u kry intervista. Fakte njo. U kry intervista. Okej, atëherë të falenderoj shumë për këtë intervistë edhe uroj që sa më shpejt shihemi në projektet e tua të radhës. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.